po muaji mars është muaji ku bëhet deklarimi i rregullt i pasurisë, një nga 3 format e deklarimit të pasurisë, sepse zyrtarët publik me marrë detyrë se kanë 30 ditë për të deklaruar pasurinë, pastaj kanë të rregullt që është për vitin paraprak dhe me mbarim të mandatit. Muajt e fundit e kemi pasur mjaft shumë deklarime edhe me marrje të mandatit, po edhe me përfundim të mandatit, ndërsa tashmë marsi është afati i rregullt për rreth 10.350 zyrtarë publik të cilët e kanë obligim ta kryejnë këtë deklarim. Afati i fundit është 31 marsi, është mjaft ka afat, është një muaj i tërë, zyrtarët e gjithë kanë pranuar njoftimet qoftë me email, po ashtu edhe me SMS për këtë obligim dhe ka filluar tashmë deklarimi i pasurisë. Kemi rreth 780 zyrtarë që tashmë e kanë kryer këtë obligim, e që në përqindje bie rreth 7.5%, pak më shumë se 7.5%, që nuk është keq për javën e parë, kur java e parë kryesisht është më shumë për pyetje, qoftë për një ndryshim në sistem. E këtë vit ne kemi një sistem të ri në funksion, i cili përveç që është më funksional për aspektin e deklarimit, po edhe menaxhimit të dhënave, është shumë më i sigurt sepse është zhvilluar në teknologjinë më të re, i ka të gjitha masat mbrojtëse që mund të ketë një sistem i tillë i deklarimit të pasurisë dhe për këtë arsye kemi edhe pak më shumë ndoshta pyetje që ndërlidhen edhe me funksionimin e aplikacionit për deklarimin të pasurisë. Kategoritë e rregullta të deklarimit të pasurisë sikurse në të kaluarën, këtë vit nuk kemi ndonjë ndryshim. Është të gjitha kategoritë janë të rregullt, duke filluar nga presidenti i vendit, nga presidentja, nga kryeministri, qeveria, ministra, zëvendësministra, pastaj deputetët, gjithë deputetët, janë pozitat udhëheqëse të institucioneve të pavarura, kryetarët e komunave, pozitat udhëheqëse të nivelit të ndërmarrjeve publike, ka të gjithë zyrtarët e doganave, të gjithë zyrtarët e ATK-s, policë që merren me detyra hetuese, e kështu me radhë, thotë edhe zyrtarët, secili zyrtar që merret me procedurat e nderimit, duke përfshi si kategori që kanë qenë në vitin e kaluar edhe profesorët dhe mjekët, dhe në këtë mënyrë arrin ai numri prej më shumë se 10.000 subjekte deklaruese. Këtë vit nuk ka ndonjë ndryshim substancial. Kemi vetëm mekanizmin apo aplikacionin i cili është zhvilluar i ri. Thotë nuk ka ndonjë ndryshim, të gjitha të dhënat që janë vendosur herën e kaluar në sistem tashmë janë në sistemin e ri dhe ka nevojë vetëm të përditësohen. Thotë nuk ka ndonjë dallim, as nuk ka dallim në rritje të kategorive, sepse tashmë i kemi përfunduar llojet e kategorive apo zyrtarët që duhet ta kryejnë deklarimin e pasurisë. Tashmë jemi në proceset të ndërlidhjes së këtij sistemi të tjera, kjo do të ndihmojë pastaj në verifikimin e pasurisë që është një fazë e mëvonshme. Zyrtarët tashmë nuk kanë shumë punë, vetëm duhet ta përditësojnë nëse kanë pasur një pagë e cila ka lëvizur, e përditësojnë atë numër, nëse kanë shitur apo blen ndonjë pasuri të palojshme, edhe ato e shtojnë apo e largojnë, por të gjitha dhonat, të gjitha pasuritë që i kanë pasur ndër vite nuk e kanë nevojë të rifusin prapë sepse janë aty në sistem dhe mund të kryhet faktikisht për më pak se 5 minuta nëse nuk ka lëvizje të madhe të pasurisë, gjithë procesi i deklarimit të pasurisë. Edhe pse ne nuk kemi dëshirë që të kemi këso raste, nëse kjo ndodh që ndonjë zyrtar publik për ndonjë arsye nuk e deklaron pasurinë, për 15 ditët e para të muajit prill, ata pranojnë një gjobë mandatore nga agjencia e cila është në shumën për 30% të pagës së tyre mujore, thotë nuk është shumë e vogël. Nëse dikush e ka pagën 1.500 euro, atëherë shuma është 500 euro, pavarësisht nga paga e tyre, thotë nuk është shumë e vogël dhe ne i bëjmë thirrje të gjithëve që mos të testojnë sistemin sepse funksionon dhe gjobat i pranojnë. Vitin e kaluar kanë qenë më shumë se 135 gjoba që i ka shqiptuar agjencia. Thotë më shumë se 135 zyrtar, e kryesisht jo të nivelit shumë të lartë. Janë gjobitur dhe kanë pagu nga tollat e tyre për vonesat të vogla deri në 15 ditë. Për vonesat më të mëdha janë dërguar edhe kallëzime penale, po ata ka qenë një numër shumë i vogël i tyre.